Po, është i konformuar me salmonelën. Unë njoftimin e mora nga edukatorja e kopshtit të Hanën, i cili fëmia im shfaqet temperaturë, të Hanën në drekë e ka marrë, dhe sot po bëjmë 8 ditë, i cili vazhdon me dhimbje barku, stomaku, diare. Temperatura i zgjati 3-4 ditë, kurse tani jo. Kërkoj siguri, të paktën për ushqimin që fëmia konsumon atje duhet të jetë i sigurt. Një fëmijë që ka dalë pozitiv, përgjigjen e ka marrë dje pas disa shereve te kopshti, nga kopshti tek infektivi aty. Na jepnin përgjigje duke thënë që s'ka dalë akoma përgjigja, e kishin për ta marrë që të shtunën para dite, nuk e morën. Edhe dje me gjitha i debat që bëm me zi e mora, sepse thoshin që nuk jepet kështu, duhet jepet në mënyrë zyrtare. Pastaj nga ana e këtyre ne nuk kemi para asnjë gjë, sepse me sa kemi dëgjuar nuk është një smundje ngjitse, dhe përdesa është një smundje ngjitse duhet kishte një dikush, të paktën nga infektivi, nga spitali që na orientonte, na thoshte që kjo bën këto masa për mua, se nuk kemi edhe njerëz të tjerë në shtëpi, nuk kemi vetëm me një fëmijë dhe që kështu fare asnjë gjë zyrtare, as na kanë pyetur që si është fëmia. Marr një mjekim, duke folur me një doktoresh këtu, pa i përmendur emrin, më ka dhënë një mjekim, ata e ka marrë me lekët e mia, por kjo nuk varet kështu, sepse po të kishte një përkushtim nga shteti, do ishte kështu se ti shkon dhe e merr një recetë. Pa përjashtim asnjë gjë, dhe kjo recetë kushton diçka, një rob se ka mundsinë. Shteti ku është? S'është fare, 6 gjikun. Mica këtyre me sa kanë folur, se ne jemi këtu Gremshak dhe i njohim që të gjithë. Si pjesën e anës zyrtare, edhe njerëzit e thjeshtë, edhe familjarët që kanë fëmijët aty, por me sa shoh unë këtu kanë frikë se mo ikin nga një vend pune, por para fëmijës mua nuk më intereson asnjë gjë fare. Po ne kërkojmë që të zbardhet e drejta, të zbardhet e drejta e kësaj, ne nuk duam asnjë gjë, s'duam as përfitojmë asnjë gjë, edhe për mendimin tim, me sa kemi dëgjuar, kjo është një tendër online që i është dhënë një kompani jashtë qytetit tonë. Unë për veten time s'jam fare dakord, duhet ka shumë biznese të mirë fillta këtu dhe plotësisht që mund ta bëjnë këtë punë 1000 herë më mirë se ai.